është jo vetëm kënaqësi, por është edhe një nder i veçantë. Kjo mikpritje e jashtëzakonshme këtu e grave dhe vajzave të Korçës. Dhe doja të ndaja me ju një shqetësim, sepse sot posaçërisht kam pas disa ankesa edhe mesazhe nga ca burra shok partie që janë shqetësuar që pse unë lavdroj gratë edhe sipas tyre ju bie burrave. Edhe dikush më shkruante përpara se të vija këtu, thoshte po çka ke më burridheu? Ti gratë lavdroj sa dush. Po ne gratë i kemi, puna është duke i rënë burrave do na ikin burrat. Tani unë nuk e di si mendoni ju. Unë personalisht mendoj që ata burra që na ikin se nuk kuptojnë pse gratë duhen lëvduar më shumë, nuk na duhen. E para, e dyta, unë nuk shaj burrat. Absolutisht jo. Kur? Po ti, po pse ma shkel syrin? Apo? Po. Burrin tënd vetëm ti ke drejt ta shash, as unë as kush tjetër. Kur vjen vonë, pasi ka dalësh ka bardisur në për kafene që ai që vendos vjen te dera me kokën ulur, i e llogari. Por e vërteta është kjo, unë nuk shaj burrat. Unë mendoj kështu. Sot është fakt që Partinë Socialiste në rang vendi e mbështesin 56% e grave dhe vajzave. Ka qarqe që kjo mbështetje shkon deri në 65%. Por kjo do të thotë që kur vjen puna te burrat në rang vendi, diferenca është shumë më e vogël. Tani, unë them që ata burra të cilët njësoj si dhe shumica dërmuese e grave mbështesin Partinë Socialiste, janë jo vetëm të zot në punën e tyre, por janë edhe mendje hapur dhe janë edhe të mençur politikisht. Kurse ata burra që rrinë dhe pllaquriten në kënet, ata mund të jenë shumë të zot në punën e tyre, por për mua janë çyryk. Politikisht çyryk. Nuk i duhen askujt. Dhe nëse mërziten, më vjen keq, po unë nuk mërzitem. Unë besoj që kjo që Partia Socialiste ka bërë për Shqipërinë në këto vite na jep shumë arsye për të qenë krenar, por arsyeja për mua kryesore për të qenë krenar është se kjo parti ka bërë një detyrë të madhe kombëtare dhe shoqërore, duke krijuar hapësirat që deri dje grave ose i kishin shumë të ngushta, ose ju mungonin fare. Dhe kjo nuk është një çështje bukurie vetëm, se edhe bukuria është e rëndësishme, apo jo? Shikoj këtë kadër këtu. Shiko këtë kadër, shiko të gjithë ata, gjithë që vinë mbrapa tani, këzje, da më thuj, këzje, shikoj. Shikoj. Për bukuri, këtë kapësh e këtë lësh nga këta. Kështu që bukuria është shumë e rëndësishme, po nuk është vetëm çështje bukurie.
është çështje virtytesh dhe aftësish e mbi të gjitha çështje vullnetesh. Gratë, duke pasur më shumë mundësi, kanë bërë të mundur që vendi të ketë më shumë mundësi. Gratë, duke pasur më shumë mundësi, kanë bërë të mundur që për të gjithë të rriten mundësit. Sepse përfshirja e grave në vendimmarrje ka rritur përgjegjshmërinë dhe cilësinë e vendimmarrjes. Ne, kur nisur këtë rrugë, lejerë që kishte zona tëra e organizate tëra s'kishte asnjë grua. Fare. Edhe kur i pyesja more ku i keni gratë? Ka gra këtu, shef. Si s'ka gra? Kush ju ushqen, kush ju lan, kush ju pastron? S'kemi gra këtu ne. Dhe në total në Partinë Socialiste kishte më pak se 15% gra dhe vajza. Turpi madh. Sot janë 40% gra dhe vajza. Por unë mendoj që ne, ju, nuk duhet të ndalemi këtu. Ne nuk duhet të ndalemi deri kur Partia Socialiste të ketë një grua më shumë. Një. 50.000 gra dhe vajza duhet jetë objektivi ynë, pra janë dhe 10.000 që duhen shtuar, edhe një më shumë se sa burra dhe djemë. Se bëhet puna më mirë, e kupton, bëhet puna më mirë. Bëhet puna më mirë. Bëni një provë, mbyllini sytë për një moment, edhe parafityroni që ju të tëra të ikni nga Korça. Një muaj. Tërë gratë e Korçës të ikin. Me mbyllën e telefonat, edhe lërini ata këtu. Një muaj. E imagjinoni kur të ktheheni, qa do gjeni? Qa do gjeni? Njerëz me lesh deri këtu, duke ardhur vërdall në Korçë. Po sikur t'ikin ata e të rini ju, qa ndodh? Ja u them unë qa ndodh, jo asgjë, jo. Ja u them unë qa ndodh. Nuk ka më asnjë të dehur në asnjë orë të natës në Korçë. Nuk shikon më në Korçë. Nuk dëgjon për asnjë sherr, megjithëse për sherrë ju prap keni më pak se tjerët, po asnjë sherr në Korçë. Asgjë, fare, asgjë nuk ndodh. Gjitha të mirat ndodhin. Nuk humbet më asnjë qindark në Bixhos në Korçë. Kështu që të gjitha këto janë arsye për të kuptuar. Dhe unë besoj dhe i gjë tjetër, që të gjithë burrat e djemtë e mençur, pa diskutim, që e kuptojnë, e besojnë dhe e mbështesin nevojën për të pasur në krah gratë dhe vajza. Prandaj dhe unë kam shumë besim që edhe rritja e rezultateve tona ka ardhur si rezultat i rritjes pjesëmarrjes, të angazhimit dhe të fuqisë të grave dhe të vajzave. Ju sot keni 71 përfaqësuese tuajat në skuadrën tonë për në Kuvendin e Arshëm. Por më e bukur është
që në listat e mbyllura 52% janë gra dhe vajza. Kjo ka qenë një rrugë jo e lehtë, ka qenë një rrugë e gjatë, ka qenë një përpjekje e madhe. Shikoni si e kemi filluar. Në Këshillat Bashkiake, ne kemi filluar në 2011 me 12% gra dhe vajza. Në 2015 35% gra dhe vajza. Në 2019 43% gra dhe vajza, 23-shin 50% gra dhe vajza. Sot, në administratën tonë publike, gra dhe vajzat janë më shumë se sa gjysma. Dhe në drejtim në administratën tonë publike, më shumë se gjysma janë gra dhe vajza. Dhe sot, në negociatet me Bashkimin Evropian, ku janë të përfshirë rreth 1000 vetë, 1000 vetë në anën tonë, 1000 vetë në anën e tyre, shumica e dërmuese janë gra dhe vajza, dhe krye negociatorja, zëvendës krye negociatorja, janë njëra grua dhe tjetra vajzë. Por, ka dhe diçka tjetër që mua më gëzon. Sot, numri i grave që drejtojnë ndërmarrjet aktive në Republikën e Shqipërisë ka arritur në 30%. E kam thënë dhe herë tjetër, nuk e di, nëse ne do arrinim ta mbyllnim TikTokun, nëse nuk do të kishim mbështetjen absolute të grave. Dhe nëse do ishte vetëm muhabet burrash, kam frikë se nuk do kishte kaq shumë mbështetje mbyllja dhe marrja në mbrojtje e fëmijëve nga kanosja që i bën TikToku. Nga ana tjetër, unë besoj që ne nuk duhet ndalemi. Dhe jo vetëm në rritjen e numrit të grave dhe të vajzave në Partinë Socialiste. Ne kemi bërë një risi tjetër absolute në politikën shqiptare, ku kemi përcaktuar në statut që organizatat e Partisë Socialiste drejtohen nga burra dhe djem dhe nga gra dhe vajza. Dhe sot, në 95-6% të organizatave, ne kemi drejtuese gra ose vajza.